Skënderaj ke ardhur nga Fieri në Tiranë, dikut pasi ke mbaruar shkollën e mesme, apo jo? Është e vërtet. Dhe shiko sa shumë ke arritur, ke krijuar një startup që i shërben komunitetit. Është e vërtet. Na trego pak më shumë si ndodhi. Sigurisht mund të na tregosh tu edhe se si ty të lindi ideja, por edhe detaje se si ndoshta këtë ide e diskutove me të tjerë që mendojnë si ty dhe krijuat mbas edhe ekipin. Është e vërtet, unë erdha nga Fieri dhe në Tiranë u përballa për herë të parë me jetesën në pallat. Sepse në Fier unë jetoj në një shtëpi private ku nuk kam pasur mundësi të shoh problematikat të cilat duhen menaxhuar nga edhe ndoshta palë të treta. Ndërkohë në Tiranë më është dashur të shikoj nga afër problematikat se si trajtohen, kush janë nevojat dhe çfarë nuk shkon. Dhe mendo tani, jo, po imagjinoj për një moment terrorin që ke përjetuar ti, domethënë nga një qytet që është më i qetë se Tirana, sigurisht Fieri është qytet i madh. Dhe nga një shtëpi private apo jo? E vërtet. Ke ardhur në një pallat. Çfarë zone? Unë për momentin banoj tek për momentin jam tek tregu elektrik dhe në momentin që jam përballur me gjithë kaosin e Tiranës, po edhe të zonës ku unë jetoj, kam thënë që ky problem ka nevojë për teknologji. Duke qenë se edhe backgroundi im është teknologjik, nga ana tjetër ndërthurje dhe menaxhimin, dhe në momentin që kam parë proceset e vjetëruara as pak eficiente dhe të them, kam qenë thash patjetër kjo duhet të rregullohet, duhet të marrë një zgjidhje. Studiove për në atë kohë që erdhe për çfarë? Për IT, në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe në momentin që e kam zbuluar faktin ose fuqinë e teknologjisë, sidomos në tregje të pa eksploruara si Shqipëria, mendova që pse mos të bëjmë një impakt. Dhe këtu erdhi në kohën e dur se disa gjëra janë të thurura ashtu siç ose janë të shkruara, ose duhet vërtet të bëhen shumë gjëra bashkë, ose është fati, ose është edhe puna, jo është edhe puna, po në fakt është puna e para. Po ai momenti ku ty të ndriçua diçka dhe the po pse mos ta bëjmë, si ndodhi, si e mendove komunitetin? Unë në fakt kam qenë shumë e re dhe e shikoja pak me idealizëm çdo gjë dhe prandaj thash që në momentin e dur unë u takova me një nga bashkëthemeluesit ose gurin e themelit të komunitetit që është Erion Çuni. Është ai që në fakt bashk e kemi diskutuar që çfarë po ndodh me administrimin në Tiranë dhe tham pse mos bëjmë diçka të tillë. Në fakt ishte ai në fillim, pastaj dhe unë ju bashkova ides, këtu e diku te 2 vite e gjys para. Dhe është shumë nostalgjike për mua ta mendoj se si ka qenë vetëm në letra dhe në mendimet tona dhe në sy tanë si një problematik që ne në fakt tentuam edhe kemi vizionin për t'i dhënë një zgjidhje. Po sa mirë që gjithët njëri tjetrin është ndonjëherë aq e lehtë, po edhe vështirë që ti të gjesh njerëz që mendojnë si ty, janë kreativ ose kanë aftësi për te përvojë në menaxhim, si e ke krijuar gjatë këtyre përveç edukimit? Unë kam punuar në fakt që herët ku karantina edhe periudha e koronavirusit na detyroi që të punësoheshim herët. Unë jam punësuar që 20 vjeç, pa bërë 20 vjeç. Dhe gjeta veten në një kompani marketingu digital, e cila më ndërtoi mua si nga ana teknike me informacione mbi marketingun edhe teknologjinë në përgjithësi, por edhe mbi bazat e menaxhimit, që më ka shërbyer shumë si për startupin si koncept, por edhe për biznesin në përgjithësi. Por patjetër është ndihma e bashkëthemeluesve të tjerë, ne jemi 4 bashkëthemelues, të cilët japin patjetër kontributin e tyre në fushat përkatëse. Unë jam për menaxhimin dhe teknologjinë, gjithashtu Erioni është veteran i teknologjisë në Shqipëri, ka 20 vjet që merret me teknologji, me zhvillim platformash, me mobile, pra me aplikacione që ne përdorim. Gjithashtu është Ervis Ejdinaj, e cili ka një eksperiencë të gjatë në menaxhim dhe në teknologji gjithashtu dhe Amarado, i cili na ul ne me këmbë në tokë me projekcione financiare që na bëjnë ata që jemi ne tani dhe ata që do jemi në të ardhmen. Ju thot mos ndërroni shumë, po të shohim pak ku i kemi limitet, po kam kërkuar dhe shoh që keni fituar dhe kam parë që keni fituar çmime.
Po. Keni ecur dhe kjo është gjë fantastike dhe unë u ndjeva shumë komode të të ftoja, me thënë të drejtën. Faleminderit. Jo vetëm se keni bërë diçka shumë interesante, po edhe në një farë mënyrë edhe ato certifikimet që keni marrë. E Më vërtet. trego pak për këtë aspektin, se pastaj do të hym se çfarë praktikisht ofroni ju në treg. E vërtet, ne jemi munduar që vizionin ton ta tregojmë, duke qenë se komuniteti është një produkt që ka nevojë të njihet, dhe mbi të gjitha edhe ne kemi pas nevojën të marrim konfidencën në treg edhe validimin e idesë etj. Kemi marrë disa çmime duke filluar, unë do fillojmë nga Balkathoni, ka qenë çmimi i parë, po, sepse është një kompeticion ballkanik apo jo? Ishte e vërtet, po, është e vërtet, ne morëm pjesë në fakt me një sinqeritet fillestari, pra s'ka problem të marrim pjesë aty, të marrim eksperiencë, dhe ishte një proces i bukur me coach që vinin nga vendet e tjera të Europës, na ndihmuan që të ndërtonim një imazh si fillim dhe më pas në një kompeticion në live time, le të themi, ne arritëm të fitonim midis disa shumë në fakt të startupeve të tjera të rajonit me të rinj, pra ishin të rinj nën 35 vjeç, por që mendojmë që bëjmë një impakt. Sa mirë, Klea, unë jam aq e lumtur që shoh te ty shumë entuziazëm, po shoh dhe disiplinë, se po përshkruan që ke punuar edhe je shtruar punës. Është bërë gjithmonë më vështirë në Shqipëri të gjesh të rinj si ty. Sigurisht ne që japim mësim dhe në universitet kemi fatin të takojmë shpesh të rinj si ty, po kur e merr shoqërinë në tërësi, është bërë jashtëzakonisht shumë e vështirë, sepse ose të rinjt kërkojnë rrugë shumë të shkurtra, ose nuk kanë vullneti dhe disiplinën, sepse suksesi nuk vjen për një herë, s'ka diskutim. Ose pastaj ndoshta s'kan edhe drejtuesit, edhe këshilltarët, edhe udhëzuesit e duhur rreth e rrotull, ndoshta kërkojnë edhe suport edhe për mungesën e përvojës, se sigurisht kur i ri ke entuziazmin. Si e mendon ti këtë aspekt, pa hyrë tek këtë gjëja që keni, jam shumë kurioze ta di si e mendon, si e ka rinia shqiptare sot qasjen me shiko sa bukur ke avancuar ti. Ke ardhur nga një qytet më i vogël, ke një ide, po bën gjën tënde, po nuk je kufizuar vetëm ta hapja një profilin Instagram siç bëjnë përgjithsisht të rinj, po ke sjell diçka për shoqërinë pra. Është e vërtet, në fakt unë të riun shqiptar nuk e shoh vetëm si i riu shqiptar, por mendoj që është një problematikë botërore. Pra kjo e të arriturit gjërat shpejt, të pasurit diçka pa e ndërtuar hap pas hapi. Unë mendoj që ne ndonjëherë jemi shumë të ashpër me të rinjt. Jemi shumë të ashpër. Jemi edhe paragjykues dhe të ashpër. Jemi shumë paragjykues. Unë mendoj që jetojmë në një kohë të vështirë. Pra, ka një bombardim informacioni që ndonjëherë ne nuk dimë se çfarë të bëjmë me ta. Ndonjëherë unë paktën në përvojën time me teknologjinë, mendoj që ka qenë më e thjeshtë i merri gjërat shkallë. Pra, në një farë kohe ne kemi pasur mundësi t'i merrnim dhe të updateshim shkallë me gjërat e reja, ndërkohë tani po na vin çdo gjë në të njëjtën kohë dhe nuk dim se çfarë të bëjmë ndonjëherë me gjithë ato informacion. Dhe prandaj të rinjt shqiptar mundohen, po jo vetëm shqiptar, dhe thash, dhe të huajt, mundohen që të bëjnë gjithçka ndonjëherë dhe në fund të kuptojnë që produkti mbas edhe nuk është ai duri, sepse është e vërtet që nuk mund të bësh shumë gjëra në të njëjtën kohë, ose do t'i bësh në mënyrë mesatare nëse bën shumë gjëra, po unë specifikisht e vëre të rinjt sepse shoh edhe fenomene të tjera që lidhen me këtë lehtësinë për t'i arritur gjërat, edhe dëshirën edhe për të mos u lodhur fare. Sigurisht është e vërtet që ne paragjykojmë, është e vërtet që gjithmonë brezat kanë prirjen që brezat pasardhës t'i gjykojnë më shumë, siç na kanë gjykuar ne prindrit tanë. Prindrit tanë na kanë thënë neve që ju s'dini, çdo gjë keni gati, lavatriçja aty, lavastovili aty, gjithçka gati, dushi, ndërkohë që në kohën e prindërve tanë mbase ju është dashur që ta ngrojnë atë ujë në një kusia, nuk e di çfarë quhej aso kohë, se jetoni në kushte të vështira, po gjithçka ta bënin gati, larjen e pjatave me dorë etj. Sigurisht ne tani që jemi brezi i mesëm, gjykojmë të rinjt.
Po jam e bindur që edhe ju do gjykoni pasar, si thuaj. Do me thënë brezat që do të vinë, sepse kjo është edhe natyrshme brenda natyrës njerëzore, po nga ana tjetër, është kjo dakordësia që ndonjëherë duhet të bjem dakord që ca gjëra i ka më të mira brezi para dhe mos i humbasim. Si për shembull atë sakrificën që ne kemi bërë. Disiplinën, kurajon, këmbguljen. Unë prandaj ndonjëherë ndihem me fat dhe preferoj ta shoh kështu dhe realisht kur kam mundësinë t'ja shpreh të rinjve të tjerë, ndoshta edhe më të rinj se unë, mundohem t'i them që duhet të shikojmë gjërat pozitivisht për kohën që jetojmë dhe për mundësitë që na është dhënë. Unë jam shumë e lumtur të marr nga prindrit e mi, nga brezi prindërve të mi, disiplinën, kurajon, përpjekjen, gjithçka që sapo ishim duke thënë, po. Dhe nga ana tjetër jemi shumë fleksibël për të thithur gjithçka që teknologjia dhe bota e këtyre ditëve na ofron. Dhe në fakt unë e konsideroj veten me fat brezi jon që kemi mundësi të marrim më të mirën nga të dyja kohët, le të themi. Është e vërtet, të rinjt kanë një energji të jashtëzakonshme, sigurisht marrëdhënia juaj me teknologjinë është krejt shumë herë më e avancuar se e jona me teknologjinë. Por vëre që jeni shumë lehtësisht të prirur për të negociuar kushte të panegociueshme, që do të thotë ne kemi sakrifikuar më shumë, jemi shfrytzuar më shumë, është shumë e vërtet, që do të thotë për hir të sakrificës kemi thënë s'ka problem, po paguajmë më pak, por nga ana tjetër mund të kemi përfituar profesionin, zanatin, atë gjë që eksperjenca që është pa çmim, se nuk ka lidhje me pagën që ti merr në fund, por shoh që në përgjithësi të rinjve ju mungon fleksibiliteti për të negociuar, që do të thotë i duan gjërat ashtu siç i duan ata. E vërtet. Unë jam dakord që vetja duhet shitur mirë, pra në kuptimin ajo që ti di duhet shitur mirë, por nga ana tjetër duhet kuptoj dhe ja them shpesh edhe studentëve të mi që duhet kuptoni cila është vlera juaj në treg. Çfarë ofroni, vlerë që nuk e gjen diku tjetër. Se për shembull, në qoftë se ne do të ishim në një intervistë të rekrutimi sot, fakti që ti do më thoshe që shiko, unë kam bërë komunitetin. Për mua mjaftonte, se ti më vjen dhe më flet me produkt apo jo? E vërtet. Nuk më flet me këto nocionet, shiko sa bukur flasun, sa e mirë jam unë, sa e zonja jam unë, por vjen me produkt. Nuk e di si e mendon ti, se mbase është para gjykim dhe ky, po thjesht jam shumë kurioze ta di. Ideja është që ne është pikërisht ajo sakrifica e fillimit që mungon, siç e the në brezat e tanishëm, por unë mendoj vërtet që i gjithë ky ndryshim edhe në tregun e punës të duhet i përshtatet atyre në një pikë. Do me thënë, e mirë apo e keqe, do vi në pikën që do përshtatet. Sepse në fund të fundit janë ata që do drejtojnë, nuk po them që e drejtojnë mirë, pra ajo që po ofrojnë nuk është... janë ato gjenerata që do e mbajnë gjën, po. Është gjenerata e ardhshme dhe ata do i përcaktojnë ndoshta dhe rregullat. Por që ndërtimi i vetes, të ulurit me dikë dhe me të vërtet të pasyruarit atë me cilën ti mund të flasësh ose të përcaktosh ose të sqarosh mbi veten tënde. Dhe jo dhe të kuptosh se ku i ke, po themi, ato aftësit bazë, pra ku janë pikat e tua të forta, apo edhe pikat e dobta, dhe shpeshherë të rinj të harrojnë që ju mungon përvoja. E vërtet. Pra është pikërisht ndërtimi i vetes edhe pak më shumë është ajo fjala në anglisht që ne e përdorim shumë humble. Pra duhet të jemi pak më me këmbë në tokë për ato që ofrojmë, por të shtrohemi për të shtrohemi, se kjo është të shtrohemi punës. Nuk di të them se sa paragjykues jemi fiks ne, por është e vërtet kjo që ti the pak më parë që ju jeni një impresion të jashtëzakonshëm. Gjë që ne nuk kemi qenë, mësa kur kemi qenë më të rinj ose ne jemi të vjetërës, dhe ne të rinj konsiderojmë veten, po në kuptimin që kanë qenë fiks ajo që ti the, që gjërat më të shtruara, që do të thotë, nuk ishte ky bombardim i jashtëzakonshëm me informacion, me zhvillim. Pra ne kemi qenë pak më të izoluar dhe në momentin kur ti je më izoluar, ke mundësinë ta menaxhosh, ndoshta di më pak, po ke mundësi ta menaxhosh dhe nuk je në atë presionin e jashtëzakonshëm të gjërave që po zhvillohen.
Nga ana tjetër inteligjenca solli atë që solli. Shumë interesante se si shkurtoi gepin apo hendekun mes atyre që dinin sa gjëra dhe atyre që s'dinin asgjë. Vërtet. Nuk e di si e shikon ti këtë inteligjencën artificiale, se je edhe pjesë e fushës edhe kam përshtypjen që është gjithmonë ato diskutimet mes profesionistëve. Po, inteligjenca artificiale është një tool shumë i fuqishëm si në teknologji, po edhe në jetën tonë të përditshme. Unë do thoja që është sa e vlefshme, aq edhe e rrezikshme në perceptimin që ne kemi për veten tonë. Ne mund të mendojmë që mund të na zgjidhë gjithçka, mund të na japi bagazhin e duhur, por në fakt ato të dhënat paktën që kemi mbledhur deri tani mbi efektet e inteligjencës artificiale tregojnë që nëse ti nuk arrin të ndërtosh atë që ne po flisnim tani, pra profesionistin brenda vetes tënde, nëse po flasim jo vetëm për profesionizëm, sepse shumë e përdorin edhe për problemet e tyre të përditshme, po mbi gjitha profesionistin brenda vetes, thjesht do të tejkaloj dhe do të do të çojmë mbase në ujëra që ti nuk di të notosh. Nuk di të notosh, gjithmonë do të superoj. Kjo është ideja që edhe kur flasim ose kur komunikojmë me një AI, me chatbote të ndryshëm, nuk duhet ta lëmë na superoj. Pra ne duhet jemi ata që e kontrollojmë në rrugën që ajo na çon. Kjo është diferenca e përdorimit të mirë dhe përdorimit të keq të inteligjencës artificiale, dhe pastaj vazhdojmë dhe përfundojmë në biseda që se si do na marrin vendet e punës, por kjo është totalisht në dorën tonë se si e përdorim dhe se si ku e çojmë veten në përdorimin e saj. Unë mendoj që inteligjenca dhe teknologjia në përgjithësi është arma dhe them gjithmonë dhe në konferenca shkencore, madje që është si një armë. Kjo armë mund të jetë në dorën e policisë që ruan rendin publik dhe jetën tonë, por kjo armë mund të jetë edhe në dorën e kriminalit. Varet pastaj se si e njëjta armë është. Varet si e përdor dhe sigurisht ne nuk mund ta refuzojmë edhe themi jo, nuk bën inteligjenca, por çfarë shoh tjetër? Se tani është momenti do t'i zbras të gjitha se çfarë kam kundër brezave të rinj, bëj shaka, nuk është se kam ndonjë gjë kundër. Nuk është se kam ndonjë gjë kundër, po e kam kapur veten se shpeshherë ne diskutojmë çfarë është një gazetar. Sot e kam kapur veten të mendoj që shiko, ne jemi kthyer në watchdog të inteligjencës artificiale. Jemi kthyer në kontrollues të produkteve, a janë me chat apo s'janë me chat apo me mjete të tjera të inteligjencës. Dhe është bërë një situatë shumë frustruese, me një trysni të jashtëzakonshme, që ti nuk e di tani dhe ndonjëherë kur shikon dhe lexon tekste thua, ore, e ka shkruar vërtet? Se janë bërë dhe mjeshtra, i heqin ato vizat e gjata tani që duket qartësisht, por nga ana tjetër inteligjenca ka dhënë dhe këtë pjesën e shtërpësisë në ide, mungesën e origjinalitetit. E mua më duket sikur po bëhemi pak kopjet njëri tjetrit nëse përdorim inteligjencë. Sigurisht nuk jam kundër përdorimit të mjeteve për research, për kërkim. Sigurisht ti duhet dish se çfarë bëhet aty, siç kemi përdorur mjete të tjera si Google, motori i kërkimit Google apo mjete të tjera, platforma të tjera të gjetjes literaturës e tjerë, por është tjetër gjë kur ti përdor tekstin. Dhe për mua është bërë shumë frustruese, nuk e di si e shikoni ju të rinjt, se mendoj që ju të rinjt e shikoni edhe faktin që i bëni një pyetje si gjën tuaj, edhe pse merrni përgjigjen dhe përdorni përgjigjen e chatit apo të një mjeti tjetër. Si e shikoni realisht tani, se kjo është përshtypja ime dhe mbas edhe jo e saktë. Përdorimi i inteligjencës artificiale në çdo fushë, pra në çdo profesion është, pra nuk ka më tani limit. Dhe prandaj unë e them dhe gjithmonë e theksoj që duhet të kemi ta vëmë në dispozicion për të bërë më mirë, jo për të bërë punën bazike që ne bëjmë çdo ditë. Pra ne të zhvillojmë dhe nëse kishim për të bërë një artikull në rastin e gazetarisë, ajo të kthehet në diçka më të gjerë, ndoshta në një kërkim pak më të thellë se sa thjesht na shkruaj atë që ne duhet ta shkruajmë vetë. Pra mund bëni një kërkim çfarë artikulli ka në mediat e tjera? Pra një research pak më të thellë për të përshkruar më mirë atë që ti do të përshkruash, por nuk mund të bazohemi për të shkruar. Madje unë këtu do duhet të jap të drejtë, është për të qeshur dhe për të qarë në të njëjtën kohë, që ndonjëherë edhe
Me AI kur i shkruajnë gabim. Domethënë gabime drejtshkrimore dhe prap nuk e di si ja dalin që vazhdojnë dhe bëjnë gabime të këtij lloji edhe kur shkruajnë me AI, por është mungesa e vëmendjes dhe mungesa e dëshirës për t'u përmirësuar. AI nuk është aty për të varet si zgjedh, nëse do jetë aty për të zvendësuar apo për të përmirësuar, është zgjedhje. Është zgjedhje dhe sigurisht vërtet ju jeni një presion të jashtëzakonshëm të bombardimit me informacion, por nuk jeni në presione të tjera, siç kemi qenë ne. Mbase sot I keni ca kushte elementare, po themi të ardhur bazike që ju të mbani veten, po ne nuk e kemi pasur. Se kështu është ajo, dhe sa mirë që kemi ardhur në këto kushte që brezat përmirësohen dhe cilësia e jetës përmirësohet, po të shkojmë dhe cilësia e jetës që na sjell komuniteti edhe ajo që ju keni bërë është shumë interesante. Unë kam vëzhguar shumë nga afër administrator pallatesh, sepse normalisht është një çështje që më intereson në përditshmërinë time në zonën ku banoj, dhe është një punë specifike, e mirëfillt, një punë me burime njerëzore, vërtet. që do thot nuk është se thjesht menaxhohen ato godinat, po ke të bësh me njerëz. Me njerëz. Më thuaj pak më shumë, çfarë vure re ti në atë zonën e trenit, më fal të tregut elektrik. Po jo vetëm aty. Në përgjithësi, problematika më e madhe dhe më e rëndë që do thoja unë që ekziston sot është komunikimi. Pra, kemi administratorë të cilët japin shërbimin e tyre, bëjnë punën e tyre, por nuk kanë mundësi ta pasqyrojnë se çfarë bëjnë realisht ditë pas dite, dhe kemi banorë të cilët janë të pakënaqur sepse nuk e dinë të informacion, pra nuk kanë transparencë mbi shërbimin që ata marrin dhe ankohen për atë që paguajnë. Pra kemi një never ending cycle, I them unë anglisht, pra një cikël vicioz që vazhdon dhe ka pakënaqësi nga të dy anët. Administratorët sot kanë probleme me mbledhjen e pagesave, kanë probleme me menaxhimin e kohës, kanë probleme me marrjen e feedbackut nga ana e banorëve dhe mbi të gjitha me rritjen e standardit të ndërtimit në Tiranë, po jo vetëm, edhe në qytete të tjera. Kërkohet dhe një standard tjetër në menaxhim. Dhe prandaj ishte nevojshme një platformë. Më fal Lea që të ndërpres, po këtu kam dilema nëse është rritur realisht standardi apo jo. Dhe kjo është e debatueshme, por në kuptimin kur krahason ndoshta pallate që ndërtohen me ca materiale të tjera në raport me parafabrikatet, okay. Këtu biem dakord që mund të jetë rritur, por kur shikon ato komplekse se si ndërtohen, si Çark Miu, në kuptimin shumë të mbyllura, apo me shumë apartamente, apo me mungesë hapësira gjelbërimi, kjo është, por gjithsesi bie dakord që në këtë pikë që popullata është shtuar, komplekse duke qenë të mëdhaja apo pallate të mëdhaja, detyrimisht sjellin më shumë banor, kështu që kjo është bërë shumë e vështirë për të administruar. Ne kemi trajtuar si gogo pikal, dhe unë ta nisa para disa ditësh edhe shkrimin për ashensorët në pallatet e vjetra. Dhe një nga çështjet që ndeshnin administratorët, por edhe përgjithsisht ata banorë që donin të vendosin një ashensor, ishte mungesa e dakordësisë mes banorëve për t'u bërë bashkë dhe për të shkuar, për të aplikuar për një fond komuniteti, një përqindje e caktuar dhe konsiderueshme I jepte Bashkia e Tiranës. E vërtet. Po fakti që këta nuk bëshin bashkë dhe administratorët në fakt edhe na I shprehën, ishte ky problemi. Dhe mendo tani atë që po shpjegon dhe ti. Çfarë ke vënë re ti? Çfarë ke gjetur tjetër si problematik të thënë nga administratorët ose nga banorët? Unë e para për sa I përket pjesës së standardeve të ndërtimit që ti përmende, më duhet të t'jap të drejtë që standardet e ndërtimit në Tiranë dhe më gjerë janë lënë për të dëshiruar. Por standardi I administrimit është rritur. Pra, ajo që presin njerëzit kur blejnë një shtëpi është mirëmbajtjen, të paktën që mos kalojnë në amortizim. Për sa I përket rënies dakord edhe për pjesën se sa mirëkuptim kanë banorët me njëri tjetrin, është një temë që unë e bazoj më shumë edhe tek mungesa e informacionit. Pra, kanë mungesë informacioni si në bazë ligjore, po ashtu edhe në bazë komunitare. Në momentin që një komunitet I caktuar kupton që në momentin që administrimi I një ndërtese, një godine është më I mirë, ofron më shumë, ka më tepër për të dhënë,
rritet dhe, si të thuash, vlera e pranës, rritet vlera e jetesës që ti bën. Dhe normalisht shqiptarët kanë probleme dhe financiare, normalisht nuk mund t'i gjykojmë në këtë lloj aspekti, por unë kam bindjen që komuniteti përveç se do ofroj një mjet për të mbledhur të gjitha palët, do funksionoj dhe do japi dhe një mesazh ndërgjegjësimi. Pra, çfarë mund të bëjmë nëse kjo gjëja bëhet më mirë, çfarë mund të arrijmë. Prandaj mendoj që shqiptarët përgjithsisht kanë mungesën e informacionit se çfarë mund të bëhet më mirë. Mendoj që në një farë pike aq kanë parë edhe aq kërkojnë. Jemi të lumtur brenda ignorancës son, do të thuash. Me keqardhje po. Dhe duhet të kuptojmë që ka më mirë, ka edhe një cilësi, po thoshe që është çështje komunikimi. Kryesisht, dhe tani të kalojmë te startupi juaj, fix duke ardhur nga përvoja, e pse çfarë ndodhte në Tiranë, u bë bashk një grup shumë i mirë për të formuar. Tani na kalo pak tek na tregosh sa detaje se çfarë bën saktësisht platforma juaj. Unë kam me shumë pasion të tregoj edhe do më duhet të përmbaj veten që mos futem në shumë detaje. Mos u përmba fare. Kemi kohë sa të duash. Faleminderit. Jam vërtet pasionante kur vjen punat e komunitetit, jo vetëm se është produkti im, por vërtet se besoj tek produkti i komunitetit dhe të zgjidhja që ai ofron. Komuniteti digitalizon gjithë procesin e administrimit, bëm bashk disa aktorë, dhe kur flas aktor, flas që nga kompania e administrimit, i cili është një biznes që ofron një shërbim, administratori që është një zbatues, do thoja, banori, ashtu dhe bizneset që janë pjesë e ndërtesave dhe komuniteteve. Dhe secili prej tyre ka një panel të caktuar, pra kur them panel, e kam fjalën për hapësirën e vet, si në celular, ashtu edhe në desktop, për të parë dhe për të marrë zgjidhje sipas nevojave aktuale. Pra kur flas për kompanitë administrimit, paneli ofron feature-a dhe zgjidhje në bazë të rolit të tyre. Ofron çeljen e godinave, kur them çeljen e godinave, mund të jenë 200 godina që një kompani administron dhe ata i kanë brenda një accounti, brenda një hapësire të dedikuar. Menaxhojnë administratorët, menaxhojnë kontratat, faturat dhe mbi gjitha kanë raporte financiare dhe në përgjithësi sjelljes dhe asaj që qarkullon në sistem në kohë reale. Çfarë ofron kjo gjë, kjo zgjidhje? Kjo ofron vendimarrje më të saktë. Pra në momentin që një biznes ka mundësi të shohë shpenzimet, ka mundësi të shohë arktimet, ka mundësi të shohë debitorët, ka mundësi të bëjë dhe vendime më të sakta dhe për zgjerimin dhe për eficiencën e biznesit të vet. Për të kaluar te administratori ne kemi si bazë një nga arsyet kryesore që komuniteti vjen në jetë është eficienca në kohë. Nëse një administrator do x orë në javë që të merret me njoftime, me si të thuash komunikime, erdhi uji, i këndritat, për mos të folur për ato njoftime të ngjitura me flet formati në hyrjen e çdo pallati, që nuk janë as pak estetike, po mbi gjitha nuk janë eficiente në lajmërimin e banorëve. Komuniteti zgjidh pikërisht këtë. Nëse do harxhosh x orë, tani do harxhosh shumë më pak, mbi gjitha do e bësh shumë lehtë. Në komuniteti ju keni mundësi të dërgoni njoftime, të dërgoni fatura, madje banorët kanë mundësi edhe të paguajnë faturat aty. Unë për vete, pavarësisht tipit tim shumë social dhe kur thua për faturë ke fjalën për dritat ujë dhe këto gjëra? Dritat ujë dhe mirëmbajtjen mujore, që ne paguajmë një mirëmbajtje mujore bazë. Pra jeni direkt të lidhur me OSHE-n si bie? Ne kemi bërë një kontratë, pra kemi lidhur kontratë me disa operator financiar, të cilët e ofrojnë pjesën e pagesave. Kuptoj. Dhe kjo ofron shumë lehtësi sepse gjithçka që ti ke të bësh që lidhet me menaxhimin dhe administrimin me banesën tënde, ti do ta kesh në platformën e komunitetit. Dhe jo vetëm do ta kesh, por do ta kesh në kohë reale dhe të thjeshtuar. Pra nuk ka pse të kërkoj administratorin që shiko se kjo po pikon, apo është thyrë kjo dritari, apo nuk jam i kënaqur me pjesën e menaxhimit ose pastërtisë, unë kam madje një wall si banor ku mund të postoj dhe të marr zgjidhje ose shqetësimin dhe e bukura e kësaj, sepse unë e di që në përgjithësi shqiptarët po të gjithë vdesin për këtë pjesën e raportimit. Po.
Ne kemi Domethënë të raportojnë shqetësimet e tyre ose po themi çfarë ndodh këtu apo atje. E kanë prirjen. E kanë përveç se prirjen, kanë mundësinë ta bëjnë aty në platformë dhe kanë mundësi që të zgjedhin nëse do jetë publike, pra edhe banorët e tjerë do e shohin këtë raportim, të jetë diçka më komunitare, më gjithëpërfshirëse apo të jetë më private drejt përse drejt administratorit. Kjo ishte pyetja ime që më lindi direkt, çështja e privatësisë, po para se ta shkojmë te çështja e privatësisë, sa banor keni të regjistruar, sa administrator deri më tani? Pra gati një vit e gjysmë? Ne kemi diku te një vit e gjysmë, 2 që punojmë, por që jemi lançuar zyrtarisht ka ndodhur në dhjetor të 2025-s, pra ne kemi diku te 5 muaj, mos gaboj, që jemi zyrtarisht. Jemi shumë të rinj, por me potencial të madh. Po. Dhe ne kemi arritur të pilotojmë në disa qytete të Shqipërisë. Pra platforma komuniteti.al shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Po domenin si e gjetët kaq të bukur, kaq të lirë, që ishte i lirë në kuptimin që s'ishte i zënë nga dikush tjetër, komuniteti.al? Po nuk e di. S'ka pasur ide të ngjashme. Nuk ka pasur ide të ngjashme dhe është një emër goxha nish, pra goxha i përhapur dhe ndoshta kjo na ka ndihmuar që ta zinim të parët. Dhe po më thoshe, domethënë keni nga dhjetori 2025-s që jeni lançuar, sa është numri total, se jeni shtrirë në gjithë Shqipërinë? Tani, ne kemi, mënyra se si funksionon tregu është që ka disa kompani administrative që mund të kenë dhe 200 pallate. Dhe ne për momentin kemi 7 kompani administrimi që kanë shumë pallate brenda. Ne jemi akoma duke bërë fushata ndërgjegjësimi që edhe banorët ta shkarkojnë dhe të regjistrojnë, pra do na marrë dhe pak kohë pjesa e promovimit të banorët, sepse administratori... Pra nëse unë jam banore Tiranës, unë mund të hyj te komuniteti.al dhe të regjistrojmë si individ apo? Eksaktësisht, do duhet që kompania e administrimit që administron ndërtesën ku ju jetoni të vit na drejtohet dhe të regjistrohet. E kuptoj. Pra, si thua, target marketing është... Nuk janë individët, pra janë kompanitë. Është kompania e cila zgjedh të vendosi të dhënat e administrimit, e kanë fjalën, në platformë dhe aty jo të dhënat e bilanceve dhe këto, po të administrimit, pra që lidhen me administrimin. Lidhen me administrimin e përditshëm, pra gjithçka që kanë të bëjnë me banorët, me faturat e tyre, me kontratat e tyre, dhe patjetër kjo gjë eliminon çdo, përveç se ndërton një regjistër digjital të gjithçka që ti bën në punën tënde. Për gjithçka është digitalizuar. Është gjithçka digitalizuar, edhe në rast se për shembull po të pyesësh një administrator kush është problematika e tyre më e madhe, është mbledhja e pagesave. Por ka disa lajme të mira rreth administrimit këtë vitin e fundit. Në 2025 në shtator mos gaboj, ka dalë ligji i ri i bashkëpronësisë, i cili rregullon marrëdhëniet midis administratorit dhe asamblesë. Pra çfarë është asambleja? Asambleja është një board banorësh të cilët marrin vendime me shumicë votash. Dhe në momentin që kjo bëhet, ne kemi më shumë informacion se çfarë ndodh, kemi më shumë dorë për të zgjedhur se si do të menaxhohet dhe administrohet pjesa e ndërtesës ku ne jetojmë. Te privatësia, se këtu më lindi pyetja direkte, për si ruhet privatësia? Sepse ne e kuptojmë që ti kur je jashtë shtëpisë tënde je në një hapësirë publike, s'ka diskutim dhe gjithçka është publike, po ama janë dhe të dhëna sensitive, po themi. Shumë sensitive jemi, ne jemi të ndërgjegjshëm. Do me thënë, supozojmë, kompania A e administrimit është e regjistruar dhe ka 10 pallate. E vërtet. Ajo funksionon brenda qarkut vet me informacion, pra është si një rreth i mbyllur, apo ajo është e hapur me kompaninë B, e cila ka 10 pallate të tjera. Pyetje shumë e mirë dhe shumë sqaruese. Ne e kemi konceptuar në të tillë mënyrë që kompania hap ndërtesat që mund të jenë 100, 1000, por të cilat janë secila të pavarura. Dhe vetë banorët shohin vetëm informacionin e ndërtesës së tyre. Nuk mund të aksesojnë asnjë informacion, asnjë të dhënë që nuk i përket ndërtesës së tyre. Dhe prandaj dhe pyetja jote e mëparshme që bëre që a mund të futem mund tani të regjistrojmë në komuniteti Albania pa patur asnjë lloj, si thuaç, ftese,
nuk është, nuk vlen. Nuk vlen, sepse duhet të kesh ftesën për një kompleks të caktuar që ti duhet të kesh akses. Dhe jo vetëm kaq, po konfirmohesh nga administratori nëse do futesh, është me ftesë veçanërisht për ty, pasi konfirmohesh që je banor i ndërtesës aktuale. Mund të ketë kompani administrimi apo kompani ndërtimi që kanë varë si kompani administrimi që mund ta kenë të krijuar një lloj databaze digjitale. Si e konkuroni ju, po themi, se kam përshtypjen që digitalizimi e ka ecur, nuk mendojmë që sot administratorët mbajnë vetëm regjistra, pavarësisht se administratorët do habiteshe, po të thoja që në përgjithësi janë të gjithë me letër dhe laps, dhe konkurrenti jon aktual është letra dhe lapsi. Maksimumi në një file Exceli. Keni bërë një research tregu për këtë gjë? Patjetër, ne kemi zbuluar që janë diku te 60.000 ndërtesa të menaxhueshme në Shqipëri dhe kemi gjetur pak ose as pak infrastrukturë teknologjike për këtë lloj profili. Po si do t'i trajnoni këta administratorët që janë 60, 70, 80 nuk po them, po 60, 70 vjeç? Jo në kuptimin se nuk e lidh me moshën, po e lidh me faktin që e njohurive që mund të kenë ata drejt teknologjisë, që janë më të kufizuara se sa njohuritë tuaja të ekipit tuaj apo njohuritë e brezave më të rinj. Është e vërtet në fakt, por ne kemi një eksperiencë të gjatë në zhvillimin e platformave. Dhe baza e zhvillimit të platformës është pasja parasysh se kush do e përdori. Dhe user experience, pra ndërfaqja kryesore është shumë e thjeshtë. Ne kemi bërë të mundur që të jetë shumë e ngjashme me rrjetet sociale. E pash, ishte shumë e bukur, shumë e thjeshtë, shumë funksionale. Shumë e thjeshtë, ne jemi kujdesur që edhe shkronjat të jenë të mëdha dhe të qarta për çdo lloj grup moshe, jo vetëm administratorët, po edhe banorët mund të jenë të çdo lloj grup moshe, kushte sociale dhe çdo gjë tjetër, dhe ne jemi munduar dhe jemi përpjekur që patjetër të jetë shumë e ngjashme edhe me rrjetet sociale, duke qenë se ata e kanë familjaritetin, besoj tani, që të përdorin. Dhe vetë se do doja të qëndroja pak tek pjesa e administratorit dhe banorit, është diçka shumë interesante se si ne kemi, duke marrë parasysh që një administrator mund të menaxhojë disa ndërtesa, ne kemi bërë një switch. Çfarë do të thotë switchi? Ashtu siç ne bëjmë switch account në rrjetet tona sociale, që kalojmë nga faqja jone e punës, e biznesit tek ai accounti personal, ashtu edhe ne kemi bërë switchet e ndërtesave në mënyrë që të ketë në të njëjtën kohë, në të njëjtën moment dhe në të njëjtën platformë të gjithë informacionin e nevojshëm. Ndërkohë edhe banori ka të njëjtën gjë. Se çfarë ndodh? Një banor mund të ketë një, si thuash, banesë në Tiranë, mund të ketë një në Vlorë, dhe do donte që ta kishte shumë thjesht aksesimin. Nuk ka pse të logohet dhe të logohet përsëri. Se mund të ketë dy banesa, po themi, dhe vetëm me switch, pavarësisht që është kompani administratore e ndryshme, ndërtese ndryshme, çdo gjë e ndryshme, mund të bëjmë switch dhe sistemi rifreskon në bazë të dhënave të banesës dhe të ndërtesës që ai banon dhe ka akses. Dhe mbi të gjitha fiks po prezantoni edhe një herë këtë konceptin e komunitetit që është shumë i rëndësishëm dhe proces shumë i rëndësishëm, ne ndonjëherë me qeshur kur na prishet ashensori themi mirë që u prish ashensori që njohëm komshinjt. Sepse kalojmë në të njëjtat shkallë, por në momentin që ashensori mund të jetë funksional, gjithsekush shikon punëve, sigurisht është bërë vështirë sot që të socializohesh në atë formë, po kjo ndjesia e komunitetit është shumë e rëndësishme, na i bën jetën të gjithëve më mirë, më të mirë. Është e vërtetë, sepse unë besoj që komuniteti jep edhe atë intimitetin e banesës tënde, pra është edhe çështje zgjedhje, por edhe përballje me informacionin. Pra ti mund të zgjedhësh të mos ndoshta socializohesh, por ti do e dish që ndërtesa jote, godina jote ka këto probleme. Dhe në fund të ditës kjo është si thuash e rëndësishme që ti t'jesh si informuar, po ashtu dhe të marrësh dhe zgjidhje. Për të qëndruar tek pjesa e problematikave, komuniteti i ka dhënë gjithashtu mundësi administratorit të menaxhojë raportimet nga ana e banorëve, duke ndjekur hap pas hapi, u mor, u konfirmua, u zgjidh, me foto, me video në kohë reale, në mënyrë që edhe ky banor që raporton të marrë përgjigje. Si e gjetët mbështetjen se e krijuat iden, u bë ekipi, po kush u mbështeti për këtë startup?
ka pasur disa gjatë rrugës tonë. Po pas keni qenë me fat, disa do të Disa shumë bukur. Varësisht se çfarë na kanë ofruar. Ka pasur ndihmë, si thua, profesionale për që ne të, si thua, të formosonim më mirë idenë tonë, pra sepse jo gjithmonë kemi qenë të qartë në ato që ne do bënim. Pavarësisht se vizioni ka qenë patjetër i qartë, por ka shumë gjëra dhe sfida rrugës, të cilët ne do duhet i qartësonim. Ka pas disa akselerator që ne kemi marrë pjesë, vlen të përmend Growpreneur, i cili është një iniciative EU for Innovation, në cilën ne përsëri kemi dalë fitues, dhe i falenderoj shumë për gjithë muajt e coaching që ata na kanë bërë, që ne të ishim confident përpara prezantimit tonë. Ju kanë ftylluar mirë, kanë përshtypjen. E vërtet, dhe në çdo aspekt. Edhe në detajet më të vogla që ne ndoshta nuk i dinim që i kishim të pasigurta, ata i kapnin dhe na ndihmonin që të kishim pikat forta, t'i kthenim në pikat forta. Por përveç këtyre, ne kemi marrë një mbështetje financiare nga Startup Albania, nga agjencia e startupit, dhe ka ardhur në kohën e dur, në momentin e dur, sepse ka qenë... Si ishte aplikimi aty? Ishte i vështirë? Aplikimi ka qenë komod, do thoja, dhe gjithë procesi ka qenë shumë komod. Unë ja kam thënë dhe vetë, dhe kam shumë të sinqertë këtë pjesë, që jam habitur nga dëshira dhe nga mos hezitimi për ndihmë në çdo hap, se gjithë procesi pasi edhe fitoje dhe shpallesh e fitus, kishte procese të tjera, dorëzim dokumentash e tjera, të cilën ne na i kanë bërë shumë të thjeshtë dhe nuk e kemi ndjerë si konikur 8 muaj ka qenë procesi aplikimit. Jo, 8 muaj ka qenë procesi që ata na ndihmonin në gjithë formësimin edhe financiar si thuhet disbursimit të fondit. Ka vërtetësi të suporti që jep agjencia? Pra që unë kam ndjerë. Mbështet realisht ata njerëz që duhen mbështetur? Ne nga eksperienca jonë kemi ndjerë shumë mbështetjen. Domethënë, jo vetëm financiare që shteti na mundsoi, por ne kemi mund ta themi sa ka qenë granti për të pasur një ide se sa investon. Ka qenë diku te 3 milion lekë të reja. 3 milion lekë të reja. 3 milion lekë të reja. 30 milion lekë të vjetra. Kanë ardhur në momentin e dur, ne kemi bërë me atë fond që kemi marrë, kemi bërë dhe atë eventin ton të lançimit dhe kemi gjetur një mbështetje qoftë edhe me këshilla se si duhet ta bënim. Ka qenë vërtet një eksperiencë shumë, përveç se ndihmë, ka qenë dhe eksperiencë një eksperiencë 8 mujore që na ka formësuar gjithashtu. Dhe pastaj gjetët mbështetje tjetër? Jeni në kërkim? Çfarë jeni në kërkim? Se shiko, shfrytëzohet këtë hapësirë edhe për thënë se çfarë keni nevojë. Se nuk i dihet, ndoshta dikush ne patjetër kemi dhe ju mbështet dhe thotë sa ide e mirë. Është e vërtet, ne kemi nevojë në çdo moment, patjetër biznesi është gjithmonë në nevojë të financimeve të reja. Ne jemi të hapur për investitor, ne jemi të hapur për grante, ne jemi të hapur për çdo lloj ndihme profesionale, financiare dhe gjithçka tjetër që ne do të na ndihmojë ta çojmë më tej këtë nismë që kemi marrë. Komuniteti nuk është një platformë ose nuk është një projekt që mbarohet brenda vitit. Roadmap-i jon vazhdon këtu e 3-4 vite. Pra keni bërë dhe një nga çështjet kryesore, të paktën unë siç e shikoj në Shqipëri është që ka shumë ide kreative rreth e rrotull. Ka njerëz që marrin iniciativën edhe të krijojnë një startup, edhe të aplikojnë dhe të gjejnë atë mbështetjen fillestare. Mirë, problemi është se si do ta mbash, se si do ta kthesh në një model biznesi të qëndrueshëm, se nuk është çështja thjesht, bëre këtë shpikje, bëre këtë gjë që është shumë e mirë, po çështja është që ti ta mbash stabil, ti ofrosh të stabilitetin edhe qëndrueshmërinë, që shpeshherë tingëllon si diçka formale në për projekte, por shumë e rëndësishme. Jo, është shumë e rëndësishme sepse ne po ofrojmë një zgjidhje për njerëzit, por do duhet t'i ofrojmë dhe vetes tonë disa baza për të qëndruar në treg dhe për të vazhduar ta dhënë këtë zgjidhje. Ne kemi bazuar modelin e biznesit tonë në disa, si thua, burime revenue, pra përfitimesh dhe po diversifikoni, doni të diversifikoni të ardhurat. Patjetër. Ne kemi konceptuar komunitetin si një ekosistem të madh, i cili përfshin disa aspekte të administrimit. Si fillim është baza është
si thua subscriptionat që vijnë nga kompanitë e administrimit, ata paguajnë një monthly fee mujore. Tani ta them dhe këtë që e pas keni pak më pagesë. Po, tashi Sigurisht, por është e përballueshme. Është shumë e Që përballueshme në kuptimin kur ti gjen shërbimin. Po mund na thuash një detaj të five që keni apo e keni lënë kështu që flisni negocioni ndoshta me kompanitë? Jo, ne jemi shumë të hapur dhe realisht kemi qenë Se shumë i pash fit aty, po thjesht kishte ca plane, po nuk pash çmimet. Po, sepse ne patjetër ne Prandaj të thash nëse jeni të hapur për t'i thënë. Jo, patjetër mund t'i themi, nuk ka asnjë lloj problemi. Ne fillojmë, ne kemi konceptuar me numër banesash ose njësish për ndërtesë. Pra sa më i madh të jetë një kompleks, patjetër vjen dhe intensifikohet edhe pjesa e pagesës, por fillon nga një pagesë minimale 22.000 lekë në muaj. Të vjetra. Të vjetra. Po s'qen nga shumë. Në gjykimin ton nuk është, por edhe nga feedbacku që kemi marrë nuk është. Pra, në përgjithësi kanë qenë shumë komod me pjesën e pagesës. Po, nuk është se nuk ka qenë asnjë rast deal breaker, pjesa po ju që keni me pagesë tash edhe. Të kthehemi te ekosistemi dhe diversifikimi të ardhurave, po dhe te kjo qëndrueshmëria, pra si keni menduar në të ardhmen, e afërt dhe të largët? Po, atëherë baza është subscriptioni që ne synojmë që të marrim nga këto kompani administrative që i bashkojnë komunitetit. Ne do synojmë që të kemi dhe një platformë promovimi të bizneseve brenda komunitetit, duke qenë se nëse un kam disa biznese poshtë shtëpisë time, poshtë pallatit dhe kompleksit ku unë banoj, pse mos t'i njoh dhe pse mos të jem më në dieni se çfarë mund të gjej unë afër shtëpisë time. Kështu që kjo është një tjetër aspekt që ne synojmë që të mbaj komunitetin. Po, në kuptimin për nevojat që mund të kesh, po themi ti ke nevojë për një pastrim kimik, ku do ta gjesh? Po, pastrimi kimik do ketë mundësi të promovoj veten e vet nëpërmjet komunitetit Albania. Po, super. Pra, keni futur dhe pjesën e reklamimit apo jo, që do të sjellë një të re. Shiko, unë ndërkohë po marr ndonjë ide për median tonë. Ne deri tani nuk kemi dashur të afrohemi te reklamat, për faktin se media nuk është një biznes tipik. E vërtet. Çështja pavarësisë dhe lirisë editoriale shumë e rëndësishme, por ja, po dëgjoj me shumë vëmendje, po, reklama tjetër, çfarë? Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm dhe shumë i bukur, në Shqipëri po bëhet gjithmonë më vështirë të gjesh një profesionist hidraulik ose elektrik për të ardhur, shumë mirë keni menduar. Për të na zgjidhur problemet tona që kemi nëpër shtëpi. Në mikesha ime po më pyeste, a ke një numër larjesh tapetesh, të lutem të ma nisësh, dhe këto janë, pra keni të gjithë këto që lajnë tapetet, sanitarët që mund të marrësh në raste pastrimesh gjenerale. Tjetër, për çfarë kemi nevojë ne? Por po themi kemi nevojë për një furnizim me ujë, sepse dihet që uji çezmave është i vështirë për të konsumuar. Të gjitha ato të përditshmërisë, pra. Është e vërtet dhe ne kemi kapur pikërisht këtë aspekt, por edhe aspekte të tjera të cilat lidhen me probleme teknike aktuale në shtëpi tona. Pra nëse un kam një problem me një rubinet që më pikon, un mund ta raportoj në wallin e raportimeve që un përmenda pak më përpara dhe patjetër kjo është në roadmapin ton për të bërë, nuk është akoma si thua available për të përdorur dhe në të tillë moment banori ka mundësi që të lidhet me një profesionist, teknik, elektricist, hidraulik në këtë rast, dhe në këtë moment aplikacioni i teknikëve hyn në fuqi, tekniku do ketë aplikacionin e vet komuniteti professional në këtë rast, dhe do ketë mundësi të marri, si thua, punë nga komuniteti dhe ndërkohë banori të marrë zgjidhjen. E kuptoj. A keni një plan, një vizion se ku doni të shkoni, Klea? Patjetër. Supozojmë jeni 4 tani apo jo? Po. Ku doni të shkoni ju? Çfarë doni të arrini? Supozojmë doni që këtë numrin 7 të njësive të ose të kompanive të administrimit ta çoni në 30, po themi. Patjetër. Pas ca kohësh. Patjetër, ne jo vetëm që duam që shtrihemi në gjithë Shqipërinë dhe jemi duke në cilat zona e kishit pilotuar përveç Tiranës? Kemi pilotuar në Vlorë, kemi pilotuar në Durrës, kemi pilotuar në Fier, patjetër. Po nga Fier, patjetër. Dhe është interesante se si në Fier nuk njihej fare administrimi i ndërtesave, jo. Është futur, mos themi 6 muajt e fundit, dhe komuniteti ishte aty për t'i dhënë platformën dhe infrastrukturën e dur.
Ndërkohë patjetër Tirana në Po gjithë keni bërë kompleksitetin që ofron. ke bërë një lloj vëzhgimi edhe të diferencave mes komuniteteve. Ka ndonjë ndryshim? Varësisht Cilët janë më problematikat janë bashkëpunues? po ato, por ne akoma nuk kemi arritur të shohim një ndryshim mirëkuptimi apo ndryshim se si bien apo s'bien dakord banorët. Unë mendoj që në përgjithësi problematika sjell reagimin e njëjtë dhe duke qenë se problematikat janë të njëjta, Kështu që ato ngelen. Por që jemi pozitiv që edhe me hyrje në fuqi të ligjit që unë përmenda, edhe me komunitetin që është dohabiteshe, se sa compatible i përshtatur është komuniteti me ligjin. Pra, është tërësisht në shërbim të ligjit dhe ka gjithçka që ligji parashikon e ka të zgjidhur në platformë. që është fantastike, Është pra se nuk është fantastike. diçka që Është fantastike sepse shërben edhe si një siguri edhe për kompaninë, edhe Pikërisht. për banorët dhe për sigurinë e informacionit. Ne jemi ISO certified, patjetër jemi zbatues të GDPR-it në çdo aspekt të tij. sa i vështirë që procesi Procesi i pilotimit, i certifikimit. patjetër që ka sfidat e veta, sepse arkitektura e databazës dhe arkitektura e sistemit është le të themi 70% e punës së ndërtimit. Për planet, se nuk mi the çfarë vizioni. po. Gjithmonë ato që mund na thoni, se janë ca gjëra që i mbani edhe për vete dhe është normale ti mbash edhe për vete. E vërtet, ne përveç se shtrirje në Shqipëri që e kemi si thua parësore dhe në roadmapin ton afat shkurtër, ne patjetër duam që komuniteti kaloj kufijt shqiptar dhe të shtrihet në tregje të huaja, të jetë rajonal. Rajonal dhe ndërkombëtar, po hapasapi patjetër, ne kemi menduar dhe kemi ndërtuar komunitetin në të tillë mënyrë që të jetë i shkallëzueshëm, të jetë i përshtatshëm në legjislacione dhe baza ligjore të ndryshme edhe nga Shqipërisë, dhe mbi të gjitha të jetë i përshtatshëm në problematikat e komuniteteve të ndryshme. Pra, të jetë të ofrojë zgjidhje edhe për ndoshta një treg pak më europian se sa Shqipëria në kuptimin e zhvillimit. Dhe kemi marrë modele, e themi hapur këtë gjë, që kemi marrë modele sepse e themi realisht shumë shpesh që nuk është se kemi shpikur rrotën. Ne thjesht kemi dhënë një zgjidhje për një problem që ekziston dhe jemi përshtatur atyre zgjidhjeve dhe patjetër marrim, si thua, frymëzim nga platforma të fuqishme në botë për të parë këtu e larg, jo vetëm çfarë po zhvillohet tani. Kështu që patjetër pas Shqipërisë, Kosova, Maqedonia që janë tregje pak a shumë të ngjashëm me Shqipërinë dhe patjetër më vonë Sa orë në ditë punon je ti që shkon te këto kompanitë administrimit që bën diskutimet, negociatat apo e lini çdo gjë që të jenë ata t'ju kontaktojnë? Patjetër që jo, ne na duhet që të punojmë jo vetëm Pra nuk mjafton ti jesh thjesht kreativ dhe të njohësh aspektin teknik, po duhet të jesh shumë business oriented. Patjetër, shumë business oriented, puna jon ndonjëherë nuk ka orar, nuk ka ditë pushimi, nuk ka ne edhe në momentin që jemi në një moment që ndoshta familjar dhe më vjen një ide që po sigur ta bëjmë këtë gjë direkt, jam në komunikim edhe me stafin, flas për bashkëthemeluesit, të bëjmë këtë, të provojmë këtë etj dhe është po ju fute pjesës së biznesit nuk ka, është të merr realisht shumë kohë, sidomos në hapat e parë të ti. Ti e ke punë primare këtë apo jo? Me këtë merresh gjithkohën. Keni arritur dot ta paguani vetveten? Tani bëhet pak e vështirë. Bëhet pak e vështirë. Unë në fakt doja ta sqaroja, pra unë e kam punë primare, unë jam komuniteti është spin-offi është si thua një projekt B i një kompanie si thua zhvillimi, pra një kompanie softwaresh. Dhe ne patjetër jemi të angazhuar tek kompania jon e softwareve dhe Cila është kompania? Është Almotek. Almotek ka 10 vite në treg edhe un jam aty angazhuar, po në të njëjtën kohë punojmë se është komuniteti është Almotek dhe Almotek është komuniteti në një farë mënyre dhe patjetër që në një farë mënyre patjetër që ne arrim ta justifikojmë veten tonë edhe atë që Okej, domethënë jeni të kënaqur dhe financiarisht në kuptimin sigurisht fillimi ka sfidat e veta. Ka sfidat e veta, ne jemi të kënaqur me potencialin që shohim. Kjo është ideja, ne nuk pra, për momentin mund të çojë shumë larg. Po, patjetër, nuk është se shohim përfitime të mëdha pikërisht në këto moment që kemi vetëm 5 muaj në treg, por premisat janë shumë të mira. Si për ne, si për ata që do e marrin si shërbim.
Pra sepse ne shohim, ne shohim përfitimet e kompanive që do e marrin. Pra është vërtet një mundësi zhvillimi dhe për ta, sepse nëse në të njëjtën kohë ata arrin të menaxhonin si thua 5 pallate, me të njëjtën kohë ata do kenë mundësi të menaxhojnë 20 pallate. Prandaj kufizojnë edhe investimet në stafe, e vërtet. Dhe rrisin cilësinë dhe kualitet, eficiencën e burimeve që kanë. Unë duhet të bëj dhe një pyetje thuajse të fundit. Klea, nuk e di nëse të ngeli ndonjë gjë merak për të thënë, po ta them edhe një herë për ata që po na dëgjojnë, komuniteti pikal. Dhe këtu le të turen gjithë kompanitë administrimit dhe t'ju kontaktojnë. Besoj aty do keni dhe kontaktet. Po, patjetër. Dhe jeni dhe rrjete sociale? Patjetër, dhe në rrjete sociale, Instagram, LinkedIn, Facebook, kudo. Pyetja e fundit është që si kalohet kjo fazë, sepse sigurisht vjetër edhe një trend ndoshta edhe në botë e investitorëve, të cilët ndonjëherë edhe tërhiqen nga investimet e startupet për faktin se startupet janë, si të thuash, investimet fillimit, ide të jashtëzakonshme, po vuajnë te kjo pjesa e stabilitetit edhe e qëndrueshmërisë. Si e shikon këtë edhe në tregun shqiptar? Kam vënë re që, se po më thoshe pak për ekosistemin, se ka rëndësi të kuptoj mundësinë që ti ke, ose stafi juaj ka, që nuk është çështja e ngritjes një platforme, apo jo, po çështja është që te koncepti bazi komuniteti, te ekosistemi që kjo platformë qëndron. Si shikon këtë pjesë? Shumë startupe në Shqipëri kanë nisur, qëndrojnë shumë pak, sepse ndoshta ose janë dritë shkurtër, ose ndoshta kanë qenë pa fat për të gjetur mbështetjen e duhur. Ti si e shikon këtë? Kjo jo për të të friksuar, jo, është një reflektim, është një reflektim për ne. Ne jemi munduar që t'ja bëjmë, si thua, gjitha shërbimet ides, pra ne të kemi çdo skenar të parashikuar. Çfarë parashikimesh keni bërë, ose çfarë po themi planifikimesh? Po, ne kemi marrë parasysh çdo skenar, dhe duke marrë parasysh çdo skenar, ne kemi dhënë një zgjidhje çdo skenari. Ne besojmë shumë te modeli i biznesit që ne kemi, te të gjitha ato që komuniteti mund të ofrojë dhe të mund të gjeneroj. Nga ana tjetër, ne mendojmë që vim në treg në një moment të caktuar që është shumë i mirë, pra është një periudhë tranzicioni për Shqipërinë nga, si thua, metodat outdated të vjetëruara të teknologjisë në nivele të tjera që ofrojnë në fakt zgjidhje, dhe mendojmë dhe besojmë dhe te momenti në të cilën ne po futemi në treg. Dhe tek nevoja që tregu ka për një produkt të caktuar. Kështu që duke bërë bashkë të gjitha këto, mendojmë që është një winner, do i thoja. Pra do të kaloj këto sfidat, mitigimi që ju i bëni situatës. Po në raport me institucionet publike, po themi bashkitë, ose si keni raportet ju? Ne jemi akoma duke eksploruar në marrëdhënie me ta. Në pak, si thua, kontakte që ne kemi patur mbi informacionet që ata kanë pasur mbi iden, kanë qenë shumë pozitiv, pra kanë qenë të interesuar që ta njohin pak më tepër produktin në mënyrë që t'ja ofrojnë, si thua, qytetarëve të vet dhe të zgjidhin dhe ata një problem që ndeshin në menaxhimin e komuniteteve. Vetë Tirana ka, si thua, shumë ndërtesa që i kanë në menaxhim dhe po mundohet, të paktën nga informacionet tona, po mundohen shumë që të krijojnë infrastrukturën e dur për nxjerrjen e administratorëve të licencuar dhe asenjimin në këtyre administratorëve në secilin ndërtesë. Kështu që në momentin që ne Përsa mirë që ndiqni dhe zhvillimet ligjore, madje edhe një projekt ligj lidhur me sigurimin e detyrueshëm të banesave është duke. Kjo ju krijon shumë potencial te kompanitë e sigurimit pastaj. Patjetër, po. Për ata hapësirën tuaj të reklamave, po. Ka shumë zgjerim komuniteti, pra ka shumë aspekte në të cilën mund të zgjerohemi dhe kjo na jep atë sigurinë e tregut edhe vazhdimësisë. Super, Klea. Është fantastike të dëgjosh një të re si ty që vjen me produkt. Vjen me produkt. Dhe thot, po, unë ditë bëj dhe ditë bëj këtë gjë, unë të roj shumë barësi dhe e zhvillovshi edhe më tej platformën, i shërbefshi kësaj shoqërie me rigorozitet, me etik, duke ruajtur edhe të privatësinë që thamë dhe kujdesin, dhe pse jo, unë jam gjithmonë mbështese shumë tek njerëzit që punojnë.
Faleminderit. Dhe të gjithë ne duhet të investojmë. Qoftë edhe ne me këtë podcastin, me këtë bisedën që realizuam, sepse pa u zhvilluar rinia jon, pavarësisht se e kritikuam pak në fillim, e kritikuam, ashtu siç kritikuam edhe brezat pak më në moshë, por praktikisht duhet të investojmë te të rinjt tan, të cilët kanë potencial të jashtëzakonshëm. Dhe kushdo që ka mundësi, ti shumë mirë e bëre kërkesën dhe nevojën që ju keni për mbështetje, po qoftë edhe për këshillime, udhëzime të mëtejshme, ndoshta për të kaluar te ky tregu rajonal, që përfshin, siç e the, ligje të ndryshme, pra bazë të ndryshme ligjore, por nga ana tjetër edhe mentalitete të ndryshme. Sepse kam përshtypjen që mentalitetet, nuk po flas për hapësirën shqifolse, e cila pak a shumë ka një mentalitet të ngjashëm, po nëse idhemi në vende të tjera si Serbia apo nuk e di Bosnia ndryshon. Kroacia aq më keq që është në Bashkimin Evropian, po situata ndryshon. E vërtet dhe ne jemi të hapur qoftë për ndihmë, qoftë edhe për ftesa të tilla si ky podcast sot, që na shërben si një platformë si për të dhënë një mesazh mbi punën e mirë dhe mbi përpjekjen e sinqert, ashtu edhe për ndërtimin e zgjidhjeve që funksionojnë. Kështu që unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, unë ndjeva vërtet mirë dhe e vlerësuar, kështu që jam shumë falenderuese për këtë ftesë. Faleminderit shumë, Klea. Faleminderit ty.